e di që duhet ftohur, duhet kështu që do t'i bëj t'i lej në tokë aty, që të ftohin që t'nallën edhe nuk e di kur të mbaroj kur të mbaroj, lior, flaku, dritesh ka për ta bërë këtë video dhe do më falenderosh sepse unë po e bëj me shpirt për të sepse të dua shumë. Fillojmë tani të ju tregoj përbërësit për tortën që kam menduar se kjo në fakt është tortë sepse për cupcake-at du e shumë gjëra të tjera dhe unë nuk i kisha edhe s'kam kohë dorë të vitë natë shkoj të bëj shpesë për të ble gjërat. Kështu që atëherë përbërësit janë mjelli është 250 gram, pastaj kemi kakao që unë nuk kam. U kujtova që Nutella Nutella është shumë dense, është që maksimum do ta vej pak me një fond që nuk e di, do të shohim të gjitha tani. Sheqer që duhet 170 gram, pastaj vaj ka ky vaj ulletielli 80 gram, me fjalë 80 kështu, gjumë është 150 ml, edhe një bustina kështu të levi trupa në angjëlit këto, edhe do i vej pak vanilina që t'jam një shqip pak më të mirë, kështu që yes, nuk e di, jam shumë e lumtur që më bëj këtë gjën, edhe inshallah gjoj diçka me këtë mikrofonin që kam pothuajse në gojë që në fillimin e këtij videos bëni like direkt thjesht për faktin që është ora 12 që unë nuk u para përgatita për këtë gjën, edhe që posaçëria nuk është ndonjë që wow, por yes, është shpejt dhe dashuri del bukur, kështu që më vjen një zemër. Tash do ju tregoj më mirë çdo gjë. Gjendja e tortës është kjo. Nuk është as tortë, nuk e di pse po quaj tortë, po s'ka gjë. It is what it is. Edhe shumë wow, gjasme. Nuk më mbush syrin fare. Okej, jam në ascensor. Kjo është cupcake-u që kam bërë. I kam marrë në 3 natës, po tash i bëj kiketaja. The next day. Tani, kam harruar se po bëja një vlog, po it is what it is, kjo jam shumë zhurmë. Sot është e shtunë, është dita e nesërme. Kjo është outfit im për sot. Është drek, është ora 2 e ca. Edhe po ikim të bëjmë shopping. Përshëndetje. Jam unë mas shumë ditësh. Kanë kaluar nga klipi fundit një javë. Nuk kam hapur më kamerën. Kam harruar. Nuk e se kam harruar, por kam qenë shumë e angazhuar. Se jam një person shumë i angazhuar. Jo, tallëm, kam harruar që kam bërë vlog, e kam hequr kompletamente nga koka ime, po ju tregoj thotë që bëra sot. Jam super lumtur. I bëra kështu të bardha dhe janë këto gurat blu. Jam shumë e lumtur. Sot është data 17 korik. Edhe sot është një ditë shumë e bukur. Atëherë, sot të natë ka ra një shi shumë i madh. Rreth orës 4 ka ra breshë, ka qenë traum. Do ulem që të shpjegoj më mirë. Dhe ka qenë shumë traum se bëra shumë breshër dhe ka bërë një stratosferë këtu ku jetoj unë. Edhe është, nuk e di domethënë, shihni imperfeksionet e mia. Ua, turp i zot. Nuk është e vërtet. Është realiteti. #no filter. Okej, s'ka gjë. Edhe kështu.
Pastaj në orën 9 bëra thoj, ti mbarova, edhe sonte do shkoj të marr Tese Gizelën, se kthehet nga Shqipëria Tese Gizela, me Ajlën, me Xhaxhin, me Gleanin, me Zipres të shoh Gleanin, se kam një javë pa e pa, më janë tharë sytë për ta parë, më mungon shumë, dhe do vi dhe gjyshja ime. Unë e thras gjyshja ime tash për të bërë të bukurën, kontentin e mirë, po në plak ajo është në fakt ajo është plaka ime, se ne e thrasim plaka, kështu që edhe unë tani do ta thras plaka që tani e tutje. Edhe do ikim bashk, thash pse ky nuk është momenti më i mirë për ta hapur kamerën, është momenti më i mirë për ta hapur kamerën dhe e bëra. Shihni çfarë emaili. Wow, kam prerë dhe ballukët prap, i preva vetë, se më ishin zgjatur shumë, kishin arritur këtu, edhe një ditë i preva. Unë nuk jam për parukeri, nuk jam, po sot është ditë restauro, kështu që do rregullohem, do lajem, do bohem, do përgatitem siç duhet, sepse do shkoj atje në orën 12 natës, por s'ka problem. Edhe kështu, inshallah nuk harroj të vazhdoj këtë vlog. 10:16 minuta, edhe neve të nisemi që të shkojmë të marrim Tezen, që të shkojmë të marrim Gleanin, që të shkojmë të marrim plakën. Ja, tanto e shihni këtu Frankin, që të shkojmë të marrim gjithë njerëzit. Tash, vitet që ku do të doja shumë të ja tregoja, kështu. Jam veç sikur po shkoj për vrap. Jam shumë, më pëlqen shumë, edhe, po ikim edhe flasim prapë për pastaj. Le të bëjmë një haul. Unë ju kërkoj realisht shumë dje, sepse kam kaluar shumë ditë, po ky vlogu do jetë një vlog ku do jenë shumë ditë bashk, shumë gjëra bashk, do t'i vej me data, me gjëra, por po, sepse kam harruar që kisha filluar vlogun. Okej, s'ka gjë, kjo është të jesh të ri, kjo është të gabosh, të mos kujtosh, të çfarë do lloj gjëje. Nice. Sot bleva një pal shapka, do ja tregoj tani, kam bler me ulje, se kanë nisur uljet. Janë nga Pitaroson, edhe janë këto shapkat që janë simil Birkenstock. Nuk e dini, e keni iden, janë këto. Mua nuk më kanë pëlqyer asnjëherë, por janë realisht shumë komode. Pash këto zezat me këto detajet, këtu gri, edhe këto detajet këtu gri, sepse kem dhe një palë tjetër me mamin që i kam kështu si në beige, po me detaje gold. Unë goldi nuk e vesh, se jam gjithmonë me silver, edhe thash pse jo me silver. Tani ne në fund muajit shkojmë në Shqipëri, kështu që janë perfekt për Shqipëri. Nuk e di jam se excited, kam dhe provimet e gushtit për vitin e ardhshëm, me fjalë, kam 3 provime, do t'i kaloj se s'ka, sepse jam më e mira dhe do t'i kaloj. Edhe janë 2 palë të tjera këto, kanë një detaj shumë të bukur që janë kështu. Edhe i kanë këte, nuk i kanë të gjithë, ose këti kemë veç këti, për i kanë kështu nga brenda, të përve dhe ja të regoj. Ja dhe shapka të veshura, për e të regoj nga pasqyra, sepse është realisht shumë më bukur se sa nga këtu kështu. Kanë si që të regova detajn këtu, edhe këtu, shumë wow, edhe kanë detajn këtu, kurse nga anash janë kështu me këtë gjën, kështu. Dhe janë numër 38. I pagova me super ullje dhe jam shumë e lumtur që i gjeta kështu xeza, se i doja më shumë xeza se vishen me çdo outfit, me çdo gjë dhe janë shumë praktike, pse janë super komode realisht. Dhe jam super e lumtur. Kjo është 10 nga 10.